Unë edhe njëherë uroj që sa më shpejt të formohet qeveria e Kosovës, sepse është interes i Komitetit Olimpik Kosovës, Sport të Kosovës, sepse e dim që Komiteti Olimpik Kosovës i ka marrë lojrat mesdhetare Prishtina 2030, që shumë shpejt duhet të fillojmë edhe me infrastrukturën sportive, që jemi me vonesë, kështu që pa një qeveri të stabile, nuk është e mundër që të punojmë. Kështu që besoj që sa më shpejt të krijohet qeveria, të krijohet presidentja apo presidenti dhe të fillojmë me punët tona të sa na presin. Është një rast historik për Kosovën lojrat mesdhetare, edhe nuk duhet në asnjë moment që t'i humbësim. Pra, ky është një rast, zgjedhjet janë shumë të rëndësishme për neve dhe besoj që shumë shpejt do të formohet qeveria dhe të vazhdojmë punën. Unë nga këto zgjedhje pres normal që të jetë një unitet, se uniteti është më i rëndësishmi për vendin tonë, sepse ne si shqiptarë kemi dëshmuar çdo herë që kur jemi të bashkuar, edhe jemi shumë të fortë. Besoj që sporti është një shembull shumë i mirë që duhet të mirët edhe nga politikanët tonë, sepse sukseset tona, arritjet tona në sport janë pikërisht për shkak unitetit që kemi bërë ne si bord i Komitetit Olimpik Kosovës, së bashku me gjithë ata të cilët po japin maksimumin, edhe gjithashtu edhe sportistët tanë, federatat tona sportive. Besoj që këto zgjedhje të jenë të suksesshme për gjithë dhe më së shumti për qytetarët tonë. Unë mendoj që është e domosdoshme dhe është patjetër që duhet të realizohen, sepse kemi dhënë garancione shtetëror që ato të ndërtohen, sepse pa ndërtimin e infrastrukturës sportive, pa stadionin kombëtar dhe pa gjithë ato të cilat i kemi premtuar, është e pamundur që të marrin lojrat mesdhetare. Humbja e lojrave mesdhetare është një humbje e një pjesë të pavarësisë së shtetit tonë, kështu që nuk guxojmë të rrezikojmë në asnjë moment. Edhe nuk besoj që asnjë parti apo individ ka qëllime të tilla, po kjo lyp një unitet, një bashkim që vetëm së bashku mund të arrijmë qëllimet të cilën e synojmë.